Udhëtimi ynë sot do të vazhdojë në verilindje të vendit, ndërsa kjo rrugë e vjetër plot histori dhe tradita do të na çojë në Dibër, atje ku na presin heronjtë tanë. Qendra e Tiranës e metropolit shqiptar në një ditë të zakonshme. Sheshi Skënderbej ku hapen arteret e Shqipërisë, rrugët që na çojnë nga veriu në jug. Këto rrugë janë sa vetë historia. Në to është fiksuar një pjesë e rëndësishme e kujtesës kombëtare. Po ndonjëra prej tyre ka ngecur prej kohësh si një orë që spunon. Rruga e Elbasanit. Kjo të çon në Shqipërinë e Mesme. Rruga e Kavajës. Kjo rrugë do të lidhet me korridorin e 8. Rruga e Durrësit të drejton në portin më të madh të vendit. Rruga e Dibrës. Kjo e fundit ndryshe nga të tjerat është e harruar. Për të shkuar në Dibër askush nuk merr rrugën që mban tabelën me këtë emër. Kjo rrugë e vjetër është degë e rëndësishme e Via Egnatia, që ka funksionuar që para shekullit të 11, siç e përmend edhe shkrimtarja bizantine Ana Komnena. Sot në të kalojnë vetëm karvan me kuaj, cigan dhe ndonjë makinë vjetër. Qyteti e parë që del paranesh është Bulqiza. Ndërtimi i kësaj rruge do të bënte që miniera kombëtare e Kromit të ishte vetëm 51 kilometra larg nga Tirana. Nga sheshi Skënderbej, më duke filluar nga Në të hyrë të qytetit na pret Ilias Kaca, historiani i Dibrës. Ai do të na shoqërojë deri në qytet për të na treguar diçka nga historia e lashtë e këtyre trevave. Deri tek spitalet, deri ke shkolla e bashkuar, ish shkolla e bashkuar, man rruga është e mbushur me pllaka që mban emrin rruga e Dibërs. Vazhdojmë rrugën përmes peizazheve të mahniqme që stëndahen në të gjithë rrethin e Dibrës. Iliazi na ndal te një urë që zbie shumë në sy. Ajo quhet ura e qytetit, e shkatruar disa herë dhe e ndërtuar përsëri. Në kohën e Justinianit këtu ndodhej një qytet i përmendur, Valikardi. Kjo është ura e qytetit. Urë që ishte në shërbim të rrugës vjetër të karavaneve Dibër-Tiranë. Ndërtim i gjysmës së dytë të shekullit 19. Quhet ura e qytetit për shkak se përballë urës matan në atë shkambin ndodhen rënojat e një qyteti të rrethuar me mure të periudhës së Justinianit, shekulli 6. Pak më tej është maja e Skënderbeut dhe në rrës të shkëmbit ndodhet një shpellë ku sipas Gojdanës fshihet një shalë e artë, të cilën po e prek e vdes. Në të hyrë të Peshkupis ndeshim në gjurmët e qytetit të lashtë Uskana. Mbritëm në Peshkopi në kohën kur qyteti po zgjohej dhe e qetësia prishet dal nga dal. Është një qytet me mbi 10.000 banor, me histori dhe trashëgimni të pasur kulturore. Thonë se qyteti e ka marrë këtë emër kristian nga krye episkopata e Veriut, që ndodhej këtu në kohrat e hershme. Në qytet na pret një relike, dëshmi e ndryshimeve të kohës. Bidona të shumt. Gratë që mbushin ujë na kujtojnë radhët e dikurshme. Jemi në një bulevard apo në një lavanteri. Këtu dita e re fillon me çështjen e ujit dhe mbyllet me të. Pa e kuptuar ende mirë, po preknim dramën e qytetit.
Në Këshillin e Rrethit uji i pishëm është kryetema e ditës. Aty sot po mblidhen disa nga figurat kryesore të qytetit si Luani, Iliazi, Veseli, Maliqi, Lado, Mentori. Diskutojnë për ujin e pishëm që thuaj se mungon në qytet, diskutojnë për pyjet, kanalet vaditse që përshkojnë një pjesë të rrethit të Dibrës e përsëri rrahin mendime për ujin problematik. Dhe është paradoksale se para pak kohësh u inaugurua ujësiellsi i ri me ujin e burimeve të korabit, po ai zvjen, sikur ta ketë zënë grykën kulçedra sin për radhë. Dhe debati vazhdon i ashpër. Duhen gjetur rrugë për përmirësimin e furnizimit me ujë. Se mjerisht, qytetarët e Peshkopis marrin aq ujë sa merr sot, ose sa shpërdoron sot fshati Limjan. Zoti kryetar, ju me drejt kapët problemin e ujit pishëm, edhe takimi i dieshëm bashkë me përfaqësuesit e rendit dhe të ndërmarrjes ujësiellësit ishte për mua me shumë vlera dhe duhet zbatuar ai plan me qëllim që qyteti të ketë një shtesë në orar në furnizimin me ujë. Zoti kryetar, tek shoqatat tona punohet për mirëmbajtjen e skemave dhe shfrytëzimin e ujit. Është e vërtetë që aktualisht ne ndodhemi në kushtet e një vështirësie të furnizimit me ujë të qytetit. Kjo vjen si gati thatësirës të tej zgjatur që po mbahen këtë vit. Ç'duhet bërë? Të dalin të gjithë në terren, të njihen mirë me situatën, të marrin masat menjëhershme. Njerëzit presin që gjendja të ndryshojë. Në çdo hap ndihet mungesa e ujit, thatësira duket sikur ka pushtuar qytetin. Është tharë gjithçka, lulet, bari, pemët dhe toka është bërë si shkretir. Kjo bie më shumë në sy në lulishtet e qytetit, dikur të gjelbruara, tani të shkreta sikur u ka rënë zjarri. Kjo gjendje nuk i shkon lojës fëmijëve. Gratë dhe të moshuarat e ndjejnë mërzin teksa kalojnë kohën në këto lulishte të shkatruara. Një tjetër skenë kontraston me të parën. Tubacionet të çara e kanë dëmtuar rrugën e sapo ndërtuar që është mbushur me gropa dhe ujë. Lado, Hyseni, Maliqi trokasin në përdyert e fondacioneve dhe shoqatave të ndryshme. Kërkojnë ndihmë, presin të marrin përgjigje për projektet që kanë paraqitur. Furnizimi me ujë qytetit të Peshkopis. Kjo shkruhej me gërma të mëdha në një tabelë në qendër të qytetit. Është një projekt i komunitetit evropian që shpres njerëzve se thatësira një ditë do të largohet nga qyteti. Dhe gjurmët e këtij projekti i pam në një lagje të Peshkopis. Eskavatori bënte gërmime për një degëzim të ujësiellësit të ri. Kemi mbritur në pjesën veri perëndimore të Dibrës, ndjekim rrugën e gjatë për gjetur burimet e ujit. Dhe kudo shohim vërshime ujrash. Drini i zi çan përmes gjelbrimit. Kalojmë nëpër rrugën e Rinis. Takojmë disa barinj që kthehen nga kullota. Po afron dimri i cili është i ashpër në këto zona. Këta blegtore kanë kuptuar mirë se çdo të thotë të punosh në grup. Se një mëmë sëtë ki shokut, edhe gëm 10 kuntal barë, mas e nesë në një më ki tjetëri, edhe ka me rezultat kjo puna për bashku bëjmë bashkë. Se nuk shkojmë 20 herë një vetëm, shkojmë një radhë. Rrugës na bëjnë përshtypje ujërat e bollshëm dhe gjelbrimi i dendur. Ato na shoqërojnë nëpër të gjithë trevat e pjesës veri perëndimore të Peshkopisë. Mbrim në fshatin Sin. Ky është fshati i përmendur për fisin e kastriotëve ku rrit Skënderbeu i vogël. Këtu ndodhet edhe muzeu i tij që e gjejmë të mbyllur. U desh të sharroj brava se Chelsea kishte humbur. Historia e lavdishme ishte harruar për pak kohë, ndonse ajo ishte e fiksuar aty. Këtë dëshmon busti i heroit aq i gjallë, sa të duket se historia lëviz dhe flet kur njerëzit kanë nevojë për të.
Sot, na duhet më tepër krenari dhe shpresë. Aty pranë shtrihet një kanal vaditës dhe i gjelbrimi përmes tij është mjaft i dendur. Përdorim fermer gjatë 130 hektar tokë, bashkë me 46 se jemi dy shoqata, një sin poshtë e një sin tepër. Ky kanal arbitohet nga i fat dyshi. Ka ne si fermer kemi interes që ta mbajmë se është në dobin ton. Vetë fshati do t'i pagun me paga ose vullnetare ose sikur të bjem dakord me to, me fjalë kemi organizuar që këtë investim mos na shkatërrohet, ta mirëmbajmë se na duhet ne. Ujërat zbresin poshtë me vrull të madh dhe na zbulojnë fshatin Arrës. Aty pranë lumit të Setës ndodhet rezervati i rritjes së troftës. Takohemi me gruan e pronarit, Burbuqe Krashi. Kjo ide burrit i lindi pas proceseve demokratike që lindën në Shqipëri, mbeti pa punë, filloi studionte për këtë problem, me që e kishte dëshirë dhe pasion, e kishte dhe trashëgimi nga Ijati, Rexhepi. Pas studimeve, shkoj dhe në Maqedoni për eksperiencë, disa ditë atje, e ndihmuan ato shumë. Pastaj filloi punimet në fshatin e vet, Arras. Ky rezervat kishte një histori. Një gjerman, Peter Platzman, i kishte dhënë kredi Bajramit, po ai s'po ja kthente dot në kohë. Kur erdhi Peter për të parë se ç'bëhej, u mrekullua. Ma shlye i kredin kur të kesh, i tha, dhe u bën miq. Tani, këtu punon një komunitet i tërë. Pak më tej ndrojmë rrugë dhe marrim në drejtim të Korabit, atje ku ndodhen burimet e bjeshkëve që janë të njohura në gjithë Veriun. Ndërsa shkojmë drejt Kalas së Dodës, përpara ne shfaqet një fushë e çarë nga erozioni. Edhe toka vdes kur s'kujdesesh dhe se mirëmban siç duhet. Ky është projekt Gjelagjoshit, i cili grumullon ujërat e tij nga faqet e maleve, nga bjeshka lart, dhe gjatë pranverës të viti, pikërisht muajin prill, nga prurjet e tij shkaktoi një dëm të konsiderueshëm, duke përmbyt dhe zhavorizuar disa hektar toka bujqësore, ka përmbyt disa shtëpi banimi dhe kuptohet edhe pjesën e vreshtës ku jemi ne, sepse ka qenë një vreshtë shumë e mirë para viteve 90 dhe gjatë tyre viteve ka vërshuar disa herë si rezultati dëmtimit masiv të pyjeve, sepse pyjet janë stabilizatori më i mirë i terrenit, i ambientit, i ujrave. Dhe përsëri, ujëra të bollshëm na shoqërojnë në rrugën tonë, dhe të mendosh se në Peshkopis ka ujë. Kjo është një vepër ndërtuar për shoqatën e përdorimit të ujit të fshatit Bliqe, e cila ka një gjatësi për 2 km gjys. Është një vepër e cila vadit 110 hektar tokë. Në këtë ka rreth 120 fermer që kanë tokën e tyre. Edhe me këtë vepër është kryer një investim mjaft kolosal, është një vepër e komplikuar në cilën ka një sifon që është këtu pranë. Sifoni ka një gjatësi 700 metër, është ndërtuar domethënë bashkohor, edhe i ka zgjidhur mjaft problem shoqatës se këtu është një prua i cili vite me radhë disa herë u aprishte këtë kanal. Ujë ka dhe ujë s'ka, dhe përsëri toka të çara nga erozioni si leitmotiv paradoksal. Shkaqet janë prerja e pyjeve në masë nga iniciativat e dikurshme revolucionare për hapjen e tokave të reja dhe dëmtuesit e sotëm. Tu kemi një ngastër pyll dushku, i cili është vënë në mbrojtje nga vetë komuniteti. Ato para 7-8 vjetëve kanë marrë një vendim shumë të rëndësishëm, spari për të heqë dhinë nga mbashtrimi, sepse dhia quhet zjarri i gjallë dhe i dëmton pyjet. Së dyti, ato kanë bërë një rrethim me një garth për të treguar një shenjë, sepse ky vend është i mbrojtur dhe duhet të mbrohet, dhe njëkohësisht kanë vendosur bashkarisht me sheh për të mbrojtur pyjet. Pra, shehu është një person fetar, mbi të cilin ato kanë ngritur besën ndaj njëri tjetrit për mos prerë pyllin. U mlodh populli
dhe nxorëm disa nga populli, disa burra të vjetër që njihshin zakonet e vjetra. Dhe mendimi i tyre ishte që të marrin mu prej këtu, të shkojmë atje, ta lidhin malin në mënyrë që mos e prekin malin. Edhe prej asaj dite sot që ka 2 vjet e gjysmë, afër 3 vjet, ai mal nuk ka prek, nuk ka hi kush brenda me net, jo me predro. Me fjalë i ka qëndru besnik lidhjes së malit. Unë si krye plak, duke pa kërkesa të vazhdueshme të fshatit për damtimet e pijeve që kishna para disa kosh, menduam që një pjesë toke ta lidhim, ta bllokojmë anë të fesë, duke pas imamin, vet, antarët e pleqësisë dhe mendimet e fshatit për një sasi toke të bllokuar. Në krye plak i bashkë me antarët e pleqësisë, me imamin krye kanë shkuar, i kanë ardhur atë vend që i kanë thonë katoni, i kanë ardhur për qark. Me një pikë janë takuar. Me kufimi i fjalë është përcaktuar vendi që është i lidhur. Dhe kemi lënë një vend bosh atje sa për të bë atë lëndën djegëse. Më tutje shpërthen gjelbrimi, po i afrohemi kalasë së Dodës. Përballë shfaqet mali i Korabit, 2754 metra i lartë. Poshtë malit të Sorokollit është fshati Ceren. Ja ku duken përsëri gjurmët e ujësjellësit. Dimensioni i tubit dëshmon për prurje të mëdha. Po përse peshkopia zhuritet për një pikë ujë? Përgjatë fshatrave njerëzit kishin qarë tubin kryesor dhe e linin ujin të rrithte ditë e natë në përfush. Është vërtet një fatalitet. Kur do të parandalohet ky dëmtim masiv për cilin vuan një komunitet i tërë? Dhe ne vazhdojmë rrugën drejt burimeve, atje ku fillojnë tubacionet e ujësjellësit përgjatë masiveve të gipsit që janë të famshëm për ujëra termale. Një mrekulli na pret, një ndërtesë e bukur që s'po e kuptojmë ç'është. Këtu s'pi pëtin njëri. Do ishte mrekulli si kur kjo të bëj spital. Parasyje se jo vetëm që i shërben 5.000 frimëve të Kalas Dodës, por do të shërbejte të gjithë zonës së Veriut, zonës verilindore, për të mos thënë 20. Për spitalin ishin harxuar gati $100.000 nga një fondacion i huaj dhe aty kishin punuar fshatar nga i gjithë zona e Kalasë së Dodës. Dhe mbritëm në fshatin Tejes, ku ndodhet burimi i ujit. Ky është fshati i fundit i Kalasë së Dodës rreth Korabit. Takojmë një grup blegtorësh që janë mbledhur në qendër të fshatit. Ata na tregojnë një histori që flet për vlerat morale të malsorëve të kësaj treve. Fakt është që hajdutët ose ata njerëz të cilët vjedhin në Maqedoni nuk kanë qenë për këtij fshati, shpeshherë. Një rast ndodhi që të kapën di antar ose di të ri, të cilët domethënë ishin po të këtij fshati, kësaj zone, edhe u mblodh zona jon në krye me imamin edhe i mblodhën domethënë i dënuam sipas zakoneve fetare këta di të ri. Përveç kësaj domethënë jo vetëm që ju mori i paguan lopt që i vodhën, 2 lopë në realitet në këtë rast, por edhe i bam lemruam edhe shtetin edhe sot ata gjenden të burgosur. Banorët e fshatit i gjejmë duke u marrë me përgatitjen e ushqimit për dimrin që po afron. Këtu, 9 muaj rrugët bllokohen nga bora, barit shtektojnë dhe dëbora e Korabit sjell ujëra të bollshëm në të gjitha stinat. Këtu edhe fëmijët dinë të luajnë ndryshe. Jemi fare afër Korabit madhështor. Ndjekim rrugën e kuajve për të mbritur te burimet. Peizazhi piktoresk që hapet para nesh me ujëra dhe gjelbrim, me qiellin blu që duket afër, të bën përshtypje të madhe. Këtu natyra dhe njeriu janë në harmoni të plot, japin e marrin me njëri tjetrin që në kohrat antike. Pranë tubacionit të ujësjellësit është një baxho. Aty punojnë blegtor nga Kalaja e Dodës dhe Xhaferri nga Erseka. Një jugor ka ardhur në skajin më verior të vendit. Më ka ardhur kolegu tim, më ka thënë, Xhafer, kam dëshirë të shkojmë në zonë e Radomirës të hapim një baxho. Për arsye se zona është shumë prapambetse, prodhim ka boll, prodhim nuk din se ku e çojnë. I kam thënë që në qoftë se do gjesh vend të përshtatshëm,
për Baxhë, unë jam gati dhe më ke për para. Erdi, gjeti veni këtu, bashkë me fshatarë dhe vëllezërit e tia, mori materialet, e ngriti, erdi më tha gati. Kam ngarkuar pajimet, kam marrë. Gjithmonë kam qenë i mbështet, ka shi kësaj zone, kaj të besuar, kaj të pastër, që për hesabin tim kam 40 vjetë në këtë zanat, po zonë më të pastër nuk kam se qartë i them, nuk di se qartë flasim tepër për këtë zonë. Dhe më në fund në mbërrim të depot e ujit. Tubacioni del prej këtej dhe niset drejt Peshkopis duke quar sasit mëdha uji që humbasin rrugës. Me një punë më të madhe të komunitetit, qyteti mund të furnizohet rregullisht me ujë. Dhe këtë e thonë edhe banorët e Kalasë së Dodës. Në Peshkopi na presin kovat, një absurd i madh. Ujë ka e ujë s'ka. Disa njerëz si Lado, Maliqi, Hyseni, Iliazi, Veseli janë vënë në lëvizje. Të gjithë punojnë që qyteti të çlirohet nga stresi i mungesës së ujit. Herojnë tanë një ditë do ta çlirojnë burimin nga kuçedra e prallës.